Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet sekreti i grave japoneze për rini të përjetshme. Kjo metodë pa shpenzime do ju befasoj. E keni vënë re se japonezet duken më të reja se mosha që kanë në të vërtetë. Orizi është ndër përbërësit kryesor të dietës japoneze. Ky produkt përdoret shumë jo vetëm për të gatuar, por edhe ashtu në kozmetik, sidomos për flokët dhe për kujdesin ndaj lëkurës. Uji i orizit gjithashtu zvogëlon inflamacionin dhe ka një efekt shërues, dhe po ashtu lufton shenjat e lëkurës që vijnë së bashku me plakjen. Si të përgatisni lëngun e orizit? Mbushni me oriz një gotë të ujit dhe lëreni atë të qëndrojë për 10 deri në 15 minuta. Zieni orizin për 10 minuta dhe pastaj thajeni atë. Preferohet që lëngun ta lini në një vend të ngrohtë për një ditë në mënyrë që të fillojë të fermentohet. Zgjini ujin 24 orë pas kësaj dhe pastaj mbajini produktin tuaj në frigorifer. Këtu gjithashtu do t'ju tregojmë edhe maskën me kos e cila zhduk rrudhat sa hapen mbyllësyt. Kosi nuk është vetëm një produkt i shijshëm dhe plot me vlera për të konsumuar kudoherë. Janë pikërisht këto vlera të cilat e përmirësojnë shëndetin e lëkurës në qoftë se ju e përdorni si një maskë. Pa nevojën për t'i shtuar as edhe një përbërës tjetër, kosi kthehet në maskën më ekonomike, por me përfitime të mrekullueshme. Mineralet dhe vitaminat të cilat të gjenden te kosi. Ka një arsye pse kosi i jep lëkurës së fytyrës një rigjallërim dhe shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënave, janë pikërisht këta 4 përbërës të cilët ndikojnë në shëndetin e lëkurës. Zinku, i cili është i njohur për vlerat e tij antiinflamatore, nxit rigjenerimin e qelizave të lëkurës, si edhe balancon gjëndrat yndyrore që shkaktojnë krijimin e akneve. Të gjithë e dimë që kosi përmban kalcium. Ky mineral është përgjegjës për hidratimin dhe parandalimin e përtharjes së lëkurës. Vitamina B nga ana tjetër bën të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga radikalet e lira, si edhe njëkohësisht ajo nxit edhe prodhimin e yndyrave të shëndetshme. Acidi laktik është një nga përbërësit më kryesor të kosit dhe gjendet në shumicën e produkteve të lëkurës. Ai funksionon si një agent kundër rrudhave dhe plakjes së lëkurës, por veprimi kryesor i këtij acidi është njëkohësisht parandalimi i prodhimit të enzimës tirosinaz, e cila e nxit prodhimin e melaninës. Kështu lëkura juaj do të jetë më e bardhë dhe njëkohësisht më e pastër. Si të përdorni kosin për lëkurën? Mjafton që në një filxhan kafeje të hidhni 2 deri në 3 lugë çaj me kos dhe t'i përzieni derisa masa të jetë e plotë. Më pas vendoseni në fytyrë duke treguar kujdes që të mbuloni të gjitha zonat problematike si edhe qafën. Ne ju këshillojmë që ndërkohë të lyeni fytyrën dhe ta masazhoni atë me lëvizje rrethore për të nxitur dhe qarkullimin e gjakut. Kosi do të fillojë të ngurtësohet pas 5 minutash duke krijuar kështu një maskë të mirëfillt. Lëreni atë për rreth 15 minuta dhe pastaj mjafton që ta njomni pak dorën me ujë dhe përsëri ta fërkoni fytyrën derisa shtresa juaj e lëkurës të jetë e thërmuar. Kosi ju largon qelizat e vdekura dhe papastërtitë të cilat janë akumuluar në poret e lëkurës gjatë ditës. Kosi përmban baktere të cilat luftojnë që të gjitha papastërtitë e mbledhura në poret e lëkurës gjatë ditës
Kosti përmban gjithashtu edhe faktorë të tjerë të cilët do të parandalojnë krijimin e akneve si rezultat i infektimit të poreve nga papastërtitë. Më pas, shpëlajini lëkurën me ujë të bollshëm dhe fshiheni lehtë me peshqir. Nëse keni fytyrë të ndjeshme, ne ju sugjerojmë që thjesht ta shpëlani fytyrën me ujë të bollshëm. Sa shpesh duhet ta përdorni kosin për lëkurën e fytyrës? Për personat me lëkurë të yndyrshme, është e këshillueshme gjithashtu që të përdoret çdo ditë për të patur rezultat, ndërsa ata të cilët kanë lëkurë të thatë mund ta përdorin atë 2 apo 3 herë në javë. Sa herë që qeshni, shprehni një emocion apo qëndroni shumë në diell, një vijëzim i ri shfaqet në fytyrën tuaj. Ky proces është sa natyral që shfaqet me kalimin e moshës, aq edhe i sforcuar nga faktorët të jashtëm, por është i menaxhueshëm. Nëse doni të ngadalsoni rrudhat e tepërta në fytyrë, mjafton që të hidhni syt nga vitaminat natyrale. Në këtë video, ne do t'ju tregojmë se si të largoni lehtë rrudhat tuaja me këto produkte shtëpiake. Trajtimi me kosë dhe karrotë. Ky trajtim është i pasur me vitaminë C që lufton plakjen, beta-karoten dhe acid laktik. Bashkimi i të gjitha këtyre mineraleve dhe vitaminave bashk i jep fytyrës mundësinë që të rigjenerohet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një karrotë, 5 lugë gjelle kosë, 1 lugë gjelle lëng limoni. Përgatitja: si fillim qëroni karrotën dhe priteni në rrath të vegjël, hidheni ato në mikser bashkë me përbërësit e tjerë dhe përzijeni. Bëheni këtë derisa të formohet një masë kremoze pa kokrriza të mëdha. Më pas, vendoseni në fytyrë në zonat problematike dhe lëreni të veprojë për të paktën 30 minuta. Në fund, shpëlajini fytyrën me ujë të vakët dhe lyeni me krem hidratues. Këtë trajtim këshillohet që ta kryeni çdo natë para gjumit, ndërkohë që pastën me kosë mund ta ruani në frigorifer deri në 2 ditë. Trajtim me kastravec dhe aloe vera. Vetitë rigjeneruese dhe freskuese të këtij trajtimi janë idealet për të larguar lodhjen dhe rrudhat në fytyrë. Antioksidantët, uji dhe fibrat natyrale që përmbajnë janë ideale për lëkurë të freskët. Përbërësit janë gjysmë kastraveci, 5 lugë gjelle gjel aloe vera, 2 lugë gjelle vaj kokosi. Përgatitja: në një mikser hidhni kastravecin e qoruar dhe të prerë, gjelin e aloe verës dhe vajin e kokosit. Përzjeni me shpejtësi të gjithë përbërësit derisa të formohet maska e një traqme dhe më pas vendoseni mbi fytyrë. Lëreni që të thahet për 40 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë. Këtë trajtim këshillohet ta ndiqni 3 herë në javë. Mirë po gjithmonë duhet të siguroheni që asnjë prej këtyre përbërësve nuk do t'ju shkaktojë alergji para se ta vendosni në fytyrë. Aplikoni gjithmonë pak prej pastës në zonën e parakrahut për të parë se si lëkura juaj do të reagojë. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.